Një përleshje fizike mbrëm kanë gjarë në veri të Mitrovicës. Siç mëson Dugagjini, kur 4 të mitur shqiptar kishin hyrë në një rrjet të marketit shqiptar, disa të mitur të tjerë kishin përcjell deri tek rruga Vlade Cetković. 4 të tjerët kanë qenë të nacionalitetit serbe-bosnjak dhe gjithë kjo kishte përfunduar me përleshje fizike në mes këtyre dy grupeve. Nga bashkëbisedimet që ka pasur televizioni me qytetarët përreth, ata kanë thënë që mbrëm nuk kanë dëgjuar diçka të pazakontë. Gjithsesi, policia është marrë me rastin dhe ka pasur edhe arrestime. Ka qenë një grup, fillimisht një 4 persona që besojmë që është ashtu, kanë qenë në një lokal aty. Disa persona të tjerë, 4 të tjerë që dyshojmë që kanë qenë 4, i kanë përcjell këta prej Carlazarit drejt në rrugën Sutjeskës. Aty ka pas një përleshje. Në stacion të policisë kemi sjell 3 persona si viktima, edhe mandej edhe 4 të dyshim fillimisht. Pas intervistimit apo marrjes informacione fillestare nga ona atyne, 3 i kemi liruar më njëherë, i kemi marrë 3 të tjerë, ndërsa sot i kemi marrë edhe 2 persona të tjerë si të dyshimt. Policia është në kërkim edhe të një personi tjetër i cili dyshohet që ishte përfshirë në këtë rast. Ndonse përleshja ka ndodhur ndërmjet nacionaliteteve të ndryshme, policia e ka klasifikuar veprën penale prishje e rendit dhe qetësisë, por kanë edhe një mesazh për të gjithë. Ajo që ka është mesazh nga ona e policisë Kosovës është që qytetarët duhet të kenë më shumë besim në institucione e më pak vetë besim vetvete. Mos me provoku njerëzit me këqyr veprimet e veta. Të dyshuarit e komunitetit serb dhe bosnjak kanë akuzuar PK-n se ndaj tyre ishte përdorur forcë, por një gjë e tillë është mohuar nga policia duke thënë se tashmë me këtë po merret Inspektorati Policor i Kosovës.